Sanae Takei ka hyrë në histori pasi u zgjodh kryeministri e parë grua në Japoni. Ajo siguroi shumicën e votave në të dyja dhomat e parlamentit, në dhomën e ulët me 237 vota dhe në dhomën e lartë me 125 vota. Ky është një moment historik për vendin patriarkal ku si politika, ashtu dhe vendet e punës dominohen nga burra të moshuar. Takei, përfaqësuese e Partisë Liberale Demokratike në pushtet dhe e njohur si zonja e hekur të Japonisë, ka qenë një bashkëpunëtore e ngushtë dhe e mbrojtura politike e kryeministrit Shinzo Abe. Ajo njihet dhe për qëndrimet e saj të forta konservatore dhe për qëndrimin e prerë në çështjet të sigurisë kombëtare dhe rolit tradicional të familjes. Zgjedhja e saj shënon një moment historik për përfaqësimin e grave në politikën japoneze, një fushë ku barazia gjinore ka përparuar ngadalë. Megjithatë, shumë gra japoneze janë skeptike nëse Takei do të çojë përpara të drejtat e tyre. Takei është kryeministja e katërt që merr drejtimin e Japonisë brenda 5 viteve të fundit, në një kohë kur LDP po përballet me skandale politike dhe besim të ulët nga publiku. Pas votimit pritet që të shpallet kabineti i ri. Anëtarët e tij do të marrin pjesë në një ceremoni zyrtare në pallatin Perandora, ku do të zhvillohet dhe mbledhja e parë e kabinetit të ri qeveritar.